ai burr i cili nuk xhelozon për gruan e tij se si del në rrugë, a e hidhron Allahun apo nuk e hidhron Allahun? A e fal namazin e saj apo nuk e fal namazin e saj? A është ajo e mbuluar sipas rregullave të Islamit apo nuk është? Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dejusi nuk do të hyjë në xhennet. Thani Rasulullah, kush është dejus? Dejus, kush është dejusi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e sheh haramin në shtëpinë e tij ndërsa ai hesht. E shef haramin, e shef se hidhrohet Allahu, e shef se gruaja e tij, motra e tij dalin të zbuluar në rrugë, ky hesht. Së paku bëje tënden, thuaj, nëse s'ke mundësi më të madhe, thuaj, urdhëroje që mos ta hidhron Allahun azza wa jall. E dëgjon muzikën në shtëpinë e tij, ky hesht. Edhe pse e din haramin e kësaj muzike. E sheh se fëmijët e tij nuk falin namaz askush, po as që i urdhëron, as që i drejton drejt rrugës së Zotit, ky hesht. Pra nuk ja ka dhënë hakun Allahut azza wa jall.